Salla e Big Brother Kosova ishte e mbushur me energji të ndezur. Muzika luante në sfond, ritmet e saj përhapej në të gjithë dhomën, duke bërë që banorët të lëvizin spontanisht, duke qeshur, duke u sfiduar. Por askush nuk priste që Arditi të bënte atë që po mendonte, të kërcente mbi tavolinë. Ai u ngrit papritur, me një buzëqeshje pak të egër, dhe pa shumë mendim, kërcimi i tij nisi mbi tavolinën që shërbente për lojra dhe takime. Një kombinim i ritmit të muzikës dhe impulsit të momentit e shtyu të bëj hapin e guximshëm, duke e bërë tavolinën skenë improvizimi. Arditi, jo. U dëgjua zëri i Elionës menjëherë, i shqetësuar. Ajo u afrua menjëherë, duke i shtrirë dorën në drejtim të tij, si për të ndalur atë që po ndodhte. Nuk duhet të kërcësh sipër tavolinës. Mund të dëmtohesh. Arditi nuk ndaloi menjëherë. Ai vazhdoi të lëviz në ritmin e muzikës, duke buzëqeshur, duke ndjer adrenalinën që shpërthente nga energjia e dhomës. Ai e dinte që po bënte një gjest të çuditshëm, por ndjesia e çlirimit dhe vëmendja e banorëve e bënin të vërtetonte energjinë e momentit. Banorët e tjerë nisën të qeshin, disa u ngritën në këmbë, disa duar trokisnin, por disa u shqetësuan. Ata e dinin që tavolina nuk ishte një objekt për kërcim, dhe një lëvizje e gabuar mund të përfundonte me ndonjë incident. Arditi. Përsëriti Eliona, më e prerë tani. Udha e sigurisë. Mos e bëj. Ai ndaloi për një çast, duke marrë frymë, duke e parë seriozitetin në fytyrën e saj. Por ende buzëqeshja nuk i kishte ikur. Ishte një tension i hollë, guximi i tij kundrejt autoritetit të vogël që Eliona përfaqësonte. Po shijoj momentin, tha Arditi, duke e ulur trupin pak, por duke qëndruar ende mbi tavolinë. Është ritmi, muzika. Ndjej energjinë. Eliona ju afrua më pranë, duke i treguar me dorë që të zbres me kujdes. Kjo nuk është mënyra. Nuk mund të kërcesh mbi tavolinë, tha ajo, por zëri i saj tani ishte më i qetë. Ishte kombinim shqetësimi dhe kujdesi. Arditi uli trupin ngadalë, hapi dorën dhe zbriti me një hap të kontrolluar, duke mbajtur balancën. Ai buzëqeshi dhe i tha, po, e kuptova. Nuk do e bëj më. Por të jesh e sinqert, kjo muzika më kishte ndezur. Banorët qeshën lehtë, disa shtrënguan supet, disa e përqafuan mentalisht energjinë e tij dhe atmosfera u zbut. Tensioni i momentit u shua pak, duke lënë pas vetëm një kujtim të freskët të një çmendurie spontane. Eliona buzëqeshi gjithashtu. Nuk ishte buzëqeshje e thjeshtë, ishte një përzierje shqetësimi dhe qetësimi. Ishte një moment ku ajo kuptoi që Arditi nuk kishte bërë asgjë të keqe me qëllim. Thjesht kishte lënë impulsin të marrë përkohësisht kontrollin. Mirë, tha ajo, duke i dhënë një shikim që i tregonte se nuk kishte pasoja të rënda. Tani le të vazhdojmë lojën me kujdes. Nuk dua të shoh ndonjë tavolinë të shkatëruar. Arditi qeshi, duke ulur pranë saj, duke ndjerë një lehtësim të vogël, por edhe kënaqësi që momenti i tij i çmendur kishte krijuar një atmosferë të fortë mes banorëve. Të gjithë e panë këtë si një nga ato ngjarje spontane që Big Brother Kosova i ka kaq tërheqëse. Nuk ka nevojë për drama të mëdha ose skenar të ndërlikuar. Mjafton një moment spontan, një ritëm muzike dhe energjia që përhapej midis banorëve bëi histori. Dita vazhdoi më pas, por kujtimi i Arditit mbi tavolinë do të mbetej gjatë në mendjet e të gjithë banorëve. Një kombinim i guximit, impulsit, muzikës dhe ndërveprimeve njerëzore që tregonte se në Big Brother, ndonjëherë, momentet më të forta nuk janë ato të planifikuara, por ato që ndodhin spontanisht në fund. Kjo ishte më shumë se një kërcim mbi tavolinë, ishte një demonstrim i energjisë, karakterit dhe personalitetit, një moment që bashkoi banorët, tensionoi atmosferën dhe krijoi histori që do të përmendej gjatë ditëve të tjera.